Bu CHI podcast. Vetëm. Si jeti? Po, bere qafës. Më kur mora ftesën, në fakt më bë shumë qefi sepse unë të vlerësoj shumë edhe mendoj që përveç se je zoti, do jesh goxha e ardhme podcasterisë dhe gazetarisë, ë? Me këtë po ti s'ke nevojë për ftesë, e kupton? Thjesht e vura re vet që i kishte kaluar një çik si shumë kohë nga episodi i parë që ishim bashkë, tashmë ti je i futur me të dyja këmbët në valle dhe je mik i podcastit, kështu që nevojë për ftesë nuk ka. Kur na do i qefi do e bëjmë. Pastaj thash, do ti që Bleoni është në Berlin dhe andaj nga anët tuaja ekzistojnë këto standardet e kuotave. Edhe thash, do ti që do jetë në këto djallëzit e Bashkimit Evropian dhe siç janë kuotat e rozë, janë kuotat e qerozëve dhe thash, duhet të plotësu norma që të bëjmë atë. Dhe thash, ndoshta s'është thjesht dashamirësia e Bleonit ndaj meje, që unë kam me pas ndaj teje, po thash duhet të jetë dhe obligim kështu bëje për minorancat. Zonja dhe zotrinj Blendi Fevziu, Aspirant Fevzi. Aspirant Fevzi. An qa bëhet më vlasie? Në fakt, sa po kaloj një periudhë të dhimbshme, sepse mamaja e bashortës time ndroi jetë para pak ditësh, në moshën 62 vjeçare. Në fakt është nga ato rastet që e përjetova sepse ishte një person që e kisha xhan edhe që ishte person i rrallë, kishte shumë interesa, ishte një grua erudite. Edhe të kënaqte, bisedat me atë kanë qenë mrekulli edhe me thënë drejtën e kam përjetu. Domethënë kur e thu vjerra duket sigur po tallesh. Domethënë por se Barceletat smungojnë në këtë prizëm. Por ishte një marrëdhënie, këto mother-in-law janë më logjikshme se sa vjerra, të paktën si definicione. Dhe në rastin tim ishte atill, ishte një grua speciale, brezi relativisht 62 prindërve tanë edhe nuk e di. E përjetova dhe kuptova dhe një herë, unë kam humbë dhe ti madh shumë vite përpara. Edhe kuptova që ka një budalik, një frenezi në një herë për të bërë çuditëra, po nuk flas as për ditët tona, të cilat shpesh herë bien në këtë rutinën, në këtë vrapin, në këtë ngutin edhe nuk gjen kohë për të ndaluar me njerëzit tanë dhe pastaj kur janë në grahmat e fundit, sigur themi po të kishte rrojt dhe pak të kishin pas mundësi, po në fakt vitet aty kanë qenë, po ti numërosh nuk janë pak. Por neve kujtohemi në momentet e fund. Për fakt me të marrëdhënie gjithë cili ashtu është e para. Për fakt marrëdhënia me të ishte në paqe, ndjera në fjalë, por shife, gëzojuni faktin domethënë që jeni le të themi minimumi 1 orë më afër se sa ne që jemi këtej domethënë. Ajo është e frikshme. Më vjen goxha keq, me 62 vjeç nuk është. Jo, mosha është dhe realisht kuptova këtë edhe më erdhi ta konsumoja edhe këto ditë kam qenë totalisht i padëshiruar për të folur me njerëz dhe për të folur për gjëra të ndryshme, por kësaj radhe është flasësh me shumë njerëz për shumë gjëra. Ndoshta për tema të veçanta dhe me njerëz të veçantë nuk ke nerva. Po kjo është tjetër gjë, kjo është të mund përcjellësh dhe 2-3 mesazhe ku përfshihet ai që fortësia është ajo të kuptosh edhe të pranosh domethënë dobësinë edhe dashurinë për dikë, domethënë sidomos në kulturën shqiptare është një fortësi që nuk e marrim dot mirë qen apo jo. Jo, nuk e marrim. Dëgjoj, ka një perceptim her pas here që ti provon ato procedurat, rutinat, edhe nuk ndalon shumë ke personi, ke emocioni që të ka përçuar i person, ke marrëdhënia që ke pasi, ke ato vogëlsitë. Duhet fillojmë të bëjmë një çik më eksplorues të qenies njerëzore dhe të marrëdhënieve
edhe me prindët, ne kemi çik kështu konservatore pak, domethënë Ngurtësi. të ngurtë. Sigur ato fjalët për shembull se të gjithë i duam mamin, babin edhe ndoshta edhe ata që të duam ose të kemi shumë gjanë ose ta puzësh, janë ca gjëra që Shqipëria nuk pare I ka shumë në të përditshme, jemi pak më distant neve si popull. Por ndoshta është e mirë, sepse marrëdhëniet njerëzore në fund fare janë qendra, janë baza dhe mund duket banalitet, po shpesh herë bien ke banalitetet. Pra ato që janë gjërat më thjeshta për të realizuar aty se dojmë. Nuk e di. Them se e matim burrin dhe fortësinë e matim në masa të gabuara ose le të themi në parametra të gabuar, domethënë kjo unë që jam I njëjtit mendim edhe unë fatkeqësisht e kam kuptuar shumë vonë që edhe duhet thënë ndonjëherë tek tu nëse se thua dot për ditë duhet thënë njërin ca kohë mami të dua, babi të dua se nuk të gjen gjë e keqe, e ke parasysh. Duhet ta shprehësh se okay, më e dim tani se ne meshku jemi, e ke parasysh Barceleta e famshme me gruan që okay, thash një të dua, kur të ndryshoj mendja do të them prapë, po në fakt ka dhe ajo ata gjën e vet domethënë. Kështu që jo, realisht them pjesa e marrëdhënieve njerëzore duhet filloj të zë vend tek dhe kjo do përjojë një lloj zbutje në shoqëri dhe përrjedhoj ndoshta dhe emancipim, për absurd. Pra, emancipimi ndoshta s'vjen vetëm në aspektin intelektual, vetëm duke u përpjekur neve, siç kam vënë me kënaqësi gjatë gjithë kësaj kohe që ti vazhdon në intervistat tua bën përçapje të gjesh ato shtigjet e vogla për të prodhuar një lloj fryme emancipuese, një frymë edhe ku disa njerëz pastaj të tentojnë të ecin ato rrugë. Por një formë dhe për të arritë këtë formë emancipimi dhe pastaj që mund të jetë dhe zhvillim për shoqërinë edhe për një revolucion, ose pseudo revolucion ndaj absurdit që na rrethon çdo ditë, mund të jetë dhe sensibiliteti. Pra mund të arrihet jo vetëm përmes logjikës, përmes psikës, por mund të arrihet dhe përmes sensibilitetit. Sepse shqiptarët mendoj unë e kanë pak deficitar këtë momentin e manifestuarit të ndjesive. Dhe ndoshta është kulturë që duhet filloj të gjej çik më shumë vend. Ishte refleksion. Edhe nuk kemi mësuar, shiko se nuk mund t'ja vëmë fajin vetes gjatë gjithë kohës, sepse ajo lloj kulture shqitur prindrit janë arritur në vështirësira shumë herë më të mëdha se sa ne, aq më shumë është dallimi me brezin tim se sa me brezin tënd. Dhe normalisht edhe ata nuk është se kanë pasur domethënë 1-1 që për çdo gjë domethënë siç ku dëgjon këto sitcomet amerikane që I thon I love you për sa që del nga dera, e kupton, nuk është se ka qenë tipike, e normalisht më shumë se sa nga fjalët e prindit tim mëson nga bëmat që bën prindi. Siç bën prindi do bësh dhe ti më vonë deri diku domethënë, edhe ajo që ka thënë një miku im, miku podcastit Uliadi, është që rritesh apo egla, nuk e mbaj mend, një nga ka dy të mirët e ka thënë që rritesh kur arrin të kuptosh domethënë gabimet e prindërve, po pastaj rritesh përfundimisht kur e kuptojnë që gabimet që ata kanë bërë janë thjesht më e mira e mundshme për kohën e tyre dhe nuk mund t'i ngarkojmë shumë domethënë. Ishte vërtet dhe mendoj që është pa nevojë për komente shtesë, është ezauruese. Është ezauruese. Le të shpresojmë dhe tentojmë për më të mirën dhe ndoshta me që jemi brezi që tash e kemi neve përgjegjësinë, dhe jemi neve në cilësinë e prindit, mbase ka ardhur momenti për një reset në këtë aspekt dhe mbase fëmijët tanë duke parë një model tjetër mund edhe ata të tentojnë diçka tjetër. Se shko, reset edhe revolucion është një çik kështu si fjalë e rëndë, domethënë, dhe unë nuk jam për atë. Unë nuk jam kështu që nga një person që se ka dëgjuar njëri fjalën të dua, të filloj të thoj për ditë. Ajo më duket pak edhe është tirur, edhe doja heqi vlerën fjalës, por nëse ti e ke dëgjuar një herë me hamendje që po të mundosh ta thosh 2 ose 3 herë, është përparim I shëndetshëm. Absolut, dhe unë në këto shifra po mendoj, domethënë qoftë edhe thash, mund mos jetë detyrimisht e shprehur, mund të jetë manifestuar me një gest
dashamirësie, mund të jetë qoftë edhe me pranimin, qoftë edhe me bashkëbisedimin. Nuk e di, neve nuk tash nuk do të përgjegjësojmë këtë pjesë sepse realisht nuk ka vënë për përgjegjësim dhe edhe ne të dy bashkë kemi një gap generacional, kështu që si është në rastin tim identik nuk mund të jetë ke brezi jot ose ke ty direkt. Por edhe bashkëbisedimi për shembull është një pikë që ti e bën me shok, ti e bën me miq, me relativisht persona të cilët i ke në pjesën e podcastit. Por kur vjen puna për bashkëbisedim me prindët, të mirëfilli, shtruar, me prindët me gjyshirit, neve shumë nuk e kemi. Pra na vjen shumë herë më natyrshëm për ta gjetë jashtë këtë formë bashkëbisedimi, se sa ai që në fund fare është dhe nuk është e bëshme. Shiko, mua eksperjenca më ka treguar, domethënë jo komplet, por deri diku më ka treguar kundërtën sepse shiko, për sa i përket gjesteve të dashamirësisë ne shqiptarët e kemi. Domethënë gjestet i kemi, ne nuk e kemi atë fasadën. Fasada na mungon çik lluza, na mungon çik bërja e qefit, këto gjëra na mungojnë edhe normalisht prindit e mi, domethënë gjestin dashamirës e kanë pasur maksimum gjatë gjithë kohës, domethënë kurse fasadën e mbanin që jo pse do të jem i rrep që të mos të dalin nga rruga që ka pasur me drejtën e Zotit, e kupton se nuk kemi qenë fëmijë perfekt, kështu që edhe kohët e fundit domethënë unë kam kërkuar me do e mos domethënë të bëj edhe biseda shumë të vështira me prindrit domethënë dhe ka kuptuar që nëse e provon mjaftueshëm ose mbase kam dhënë bekimin e madh që prindit e mi domethënë janë tashmë, nuk e di se si kanë qenë përpara, po tashmë janë goxha të hapur domethënë për të kryer bisedime, për të minimumi mundohen të kuptojnë gjendjen time ose situatën time ose variablat që i kam unë jetën time, domethënë tani se sa i kuptojnë ata është një debat më vete, po ideja është që flitet. Pikërisht, në qoftë ata janë të gatshëm, domethënë që të kuptojnë deri ose jo të kuptojnë, por të dëgjojnë deri diku ato çfarë më shqetësojnë mua, domethënë të mundohen aktivisht të kuptojnë, për mua kjo është më se e mjaftueshme dhe unë duhet ta them që jam tejet i kënaqur për sa i përket kësaj. Dhe realisht më gëzon kjo gjë sepse them që çdo shoqëri e cila për shembull ka shoqëri, ka shtete, etni, cilat pjesën e gjyshërve për shembull e kanë të rëndësishme dhe është dhe një tip shprehje që thotë që një fëmijë i cili është në marrëdhënie me gjyshin është si një gjysh në krahët e një giganti. Pra, tërësia e gjatësisë apo e lartësisë nuk është ajo e një fëmije në vetvete, por është fëmia mbi gjithë eksperiencën dhe mbi gjithë atë përvojë jetësore që ka gjyshi. Pra, i mbi vendoset, nuk është një diçka që çfarë fitojnë më shumë këta? Këta që janë rritur me gjyshur kanë diçka që e kanë në pjesën e përgjithshme, se nuk po themi për raste specifike, por përgjithsisht unë mendoj që personat që janë rritur me gjyshur, po marrim shembull një familje normale, me rritje normale, gjithë kjo eksperienca për më shumë se sa mund të ketë treguar historira apo çka ka ndodhur, çka ka bër, unë mendoj që këtyre jep një avantazh të thellë në pjekurinë emocionale dhe në empati. Këta janë njerëz që zakonisht ata që janë rritur me gjyshur kanë më shumë empati. Domethënë se njerëz janë domethënë më të durueshëm deri në një farë pike për shembull. Unë si jam rritur me gjyshëm, edhe unë nuk njihem as për empati, nuk njihem as për durim, nuk njihem. Këto janë dy gjëra që janë më larg nga unë. Këtë duhet të ta kundërshtoj sepse duke pas parasysh atë që po bën këtë periudhë, mendoj se si në planin e durimit, si në atë të empatisë, je goxha në drejtimin e duhur. Minimalisht këtë. Unë mendoj se edhe ke arritur, po me që ti po do të bësh këtë lloj arsyetim për veten dhe mbi ty nuk dal dot në këtë pjesë, por di të them që je në rrugën e duhur. Dhe jo rrallëherë zanatet, siç mund të jetë dhe ky, qoftë hobi, qoftë quaj si dush, kalisin cilësi dhe veti caktuara, sikundër dhe mendoj se kjo gjë ka vlerë dhe po të vlen çdo ditë.
Nuk e di se sa e realizon ti, por unë që Jo, është reale, domethënë e ka për bukur. Shiko, un prap nuk e quaj veten, domethënë nuk e di, mbase shiko, për këto gjëra normalisht si perceptohet njeriu, nuk e vlerësoj unë, e vlerësoj njerëzit që janë rreth meje, por si e shoh unë veten time, domethënë un kam fatin e mirë, të jemi rrethuar nga njerëz që janë më të paktën minimumi në sytë e mi, që janë më empatik se sa unë, edhe që janë më të pjekur emocionalisht se sa unë, edhe unë nuk është jam njëri që kënaqem shumë shpejt edhe tek vetja ime kjo pasqyrohet në një mënyrë, domethënë shumë herë më shumë se sa kur nuk kënaqem tek puna apo kur nuk kënaqem me bashkëpunëtorët apo me tjetrin, domethënë unë kam me veten në radhë të parë, pastaj me çdo tjetër edhe nuk mendoj në fakt, me thënë drejtën nuk mendoj se kam arritur atë pjekurin. Prap e ngre ndonjëherë zërin, prap e humtoruan ndonjëherë atje ku s'duhet. Mendoj se Zoti na i ka dhënë vitet në dispozicion që të mund t'i shfrytëzojmë për të rritur dhe për të zhvilluar. Nëse do i realizonin gjitha pa shku 30, pastaj për çfarë vazhdon jeta. Kështu që mendoj se je në kohë dhe mendoj se çdo ditë tash po ka përcej kot diku tjetër. Para ca kohësh një bisedë me një shokun tim I cili bënte 42 dhe I thash, po nuk e di tamam se sa ishte, di që ishte ke 40 apo 24 tha. I thash po çe ke këtë mami, I thash për të thënë një diçka që nuk ka as logjik as lezet, se 24 ke qenë, ha? Do në ty Perëndia po të jep mundësinë që ti jesh 42, një gjë që s'ke qenë. Pra të bësh një perkurs tjetër jetësor, të bësh një eksperiencë tjetër. Ka një dëshirë her pas here ke njerëzit, e vërteton dhe botoksi dhe gjitha këto, që ose mbillja këmbë. Ishte shumë e bukur. Që të minimalisht të ngrihen kohën. Ka raste që duan ta kthejnë dhe mbrapsht. Ndërkohë që mendoj që nuk ka shumë mençuri në këtë gjë, sepse koha bukurinë e saj e ka kur ecën. Domthon ti je I bekuar nëse jeton dhe të janë fal vite që të mund të gjesh në kohë të ndryshme veten në pozita të ndryshme, në eksperienca të ndryshme, në pjekuri tjetër, në përpunimin dhe përmirësinë karakteri tjetër. Sepse nëse gjithçka do arrijë që 30 vjeç apo nëse do duhet të kishte një periudhë bukur vetëm deri ke 30 dhe gjithçka tjetër mbrapa do ishte e bezishme, atëherë 30 bësh një suicid kështu të organizuar kolektiv edhe e zgjidhnim. Por mendoj që çdo vit është bekim vete, sepse ti mundësi që gjatë 365 ditëshi, që është ky konvencioni që është caktuar 365, ne të bëjmë një hap përpara. Unë kam shijuar gjithmonë për shembull çdo vit, unë tani për shumë pak ditë bëj 40 dhe kam një qef që ta shpjegoj dot. Është nga gjërat më të bukura që më kanë ndodhur në jetë. Po shiko, ande unë mendoj që këto persona nuk është se e bëjnë me vedi ose le të themi atë që ne quajmë vullnet të lirë në maksimum, nuk e bëjnë me atë. Unë mendoj që një pjesë e mirë ose jo një pjesë e mirë, po shumica e njerëzve domethënë kanë brenga, kanë gjëra që nuk I kanë bërë kur kanë qenë në atë moshë edhe I duket sikur janë ca gjëra që vetëm në atë moshë do I bënin edhe po kaloj 30-a nuk bëjnë dot ato gjërat e tjera, po kaloj 40-a nuk bëjnë dot ca gjërat e tjera. Për mendimin tim duket idiocia më e madhe për shembull. Është mua më vjen shumë keq, domethënë unë ime më se kjo është, nuk e di, do më bërtasi që po e shpërndaj këtë si lajm më, domethënë është duke bërë patentën edhe kishte problem, domethënë nga kjo shtypja që edhe nga kultura vjen pak, po shumica është nga njeriu vetë që jo po unë jam e madh dhe jam e moshuar për të bërë to çmut desh, pse e fillova, çe dua unë, çe bëra kështu, po që do I duhet goxha? Se jo vetëm që do I duhet, po është një gjë që duhet ta di gjithsecili një, por nuk e vërtet, domethënë, në qoftë se ne nuk po flasim të vraposh maratona, domethënë të dalësh I pari, unë nuk besoj që ka kufi mosha për të provuar gjëra që do, që I ke qef, por edhe ato që të duhen.
ku kategorizohet kjo, kur është diçka që i duhet gjithë secilit. Utilitare, patjetër. Le tash tani një njerëz që e ka nisur për të marrë me një lloj, le të themi, përshtypje mbi tjetrin, që e ka nisur për të thënë diçka, si ta bësh ti? Si mos ta bësh ti, ata një gjë do ta thonë. Kështu që më mirë bëje, të paktën kanë arsye për të folur. Ka parasysh ti je brenda. Dhe ndërkohë që ata do vazhdojnë të flasin, ai duke u zhvendos me makinë, no? Kështu që Pikërisht. Ata do jenë që një trotuar në këmbë. Kështu që mendoj se i fituan në çështë që po bë patentën. Pikërisht, edhe është pak e vështirë për ta kuptuar kjo, domethënë që ndonjëherë sidomos prindrit e mi për shembull tani që ne u larguam, jemi të dy, kemi dalë në jetë, e kam pasur pak të vështirë për të manifestuar faktin që tashmë personi më i rëndësishëm janë prapë vetë ata. Ata tashmë e bën atë që kishin për të bërë, dhe tani duhet të rikthejnë të gjithë vëmendjen përsëri tek vetja e tyre, që të paktën, e thën brutalisht, domethënë e thën në mënyrë të dhimbshme, duhet të jenë aty që na shikojnë ne, me ato të shikojnë produktin e tyre, çka kanë nxjerr, çka kanë bërë, për çka kanë punuar, e kupton? Në mënyrë që ata të jetojnë që mënyra që ata si të themi të përjetojnë të gjitha ato momente, normalisht automatikisht duhet i bëjnë kujdes për veten e tyre, domethënë që të jenë sa më mirë të mundën, domethënë. Po që zjat do pa kohë kjo, sidomos në mentalitetin shqiptar. Po gjithsesi kam iden ecet përpara. Pra shoqëria në vetvete nuk po ecën me atë ritmin e shëmtuar të politikës apo të jetës drejtimit të shoqërisë, por vetë shoqëria tenton dhe bën ato perkurset e veta. Dhe mendoj se shqiptarët në vetvete janë popull shumë interesant dhe shumë i veçantë dhe shumë kreativ, pa diskutim. Dhe kemi pas fat keq me një klasë politike jo të mirë, por vetë individët si të tillë, falë edhe emigracionit, që mund të mos ketë qenë drejt për drejt, por ka qenë përmes fëmijëve, për shembull rastin tënd dhe vllai, mendoj që janë inpute shumë të mira që vinë në shoqëri, përthithen, dhe këto do prodhojnë atë hapin e nevojshëm që edhe neve realisht ta kapim në Europën edhe në planin e evolucionit dhe emancipimit të shoqërisë. Mendoj se vetë popullsia shqiptare në vetvete nuk ka asgjë që të shkon. Është një popull jashtëzakonisht i arrir dhe me një histori që ja ka zili shumë kush, por që për shkak të disa apative në vendimarrje për të marrë masa ndaj disa liderave, ka ngeli çik, ka një imazh jo të bukur. Po shkoj diku, lexova para pak ditësh letrën në Bibël, letra drejtuar romakëve, që Shompali shkruante tek kapitulli 15, vargun 19, diçka e tillë, thotë shpërndava ungjillin e Krishtit në Jeruzalem përreth tij deri në Iliri. Është tek Bibla në Ungjill, tek letra drejtuar romakëve. Vetë citim i një nga apostujve, ndoshta apostulli par excellence të Testamentit të Ri, pra Dhjetës së Re, ku vetë Shompali përmend Ilirinë, dhe mund ta gjesh në tekstet, është letra drejtuar romakëve, kapitulli 19, kapitulli 15, vargu 19. Pra, flasim për një hereditet të mahnitshëm, pastaj i gjen ke Shakespeare, i gjen kudo, domethënë Ilirinë, dhe mirë keq neve jemi banor të këtyre trojeve, pra mbartim mbi vete këtë lloj trashëgimie. Minimumi banor, po. Minimumi banor, por që thash, kjo trashëgimi bartet, si do që të vi gjëja, boll fakti që ti rritesh në këto treva, në këtë territor, dhe pastaj nga ana tjetër kupton që ka një gap, ka një si ngecje të mekanizmit të ingranazhit,
që nuk na shef aty ku duhet na shohi realisht. Faj mendimi im i leadershipave. Okej, janë rezultate edhe i njerëzve, po leadershipi i një vendi, sidomos i një vendi të vogël, nuk është gjithmonë rezultati i popullit të atij vendi, por shpesh herë, domethënë, kur je koloni, në koloni konsulli caktohet nga perandoria, nuk caktohet detyrimisht nga provinca. Normalisht, po, edhe konsulli edhe konsulli që caktohet nga perandoria, sado perandoria të ketë atë grushtin e madh dhe të fortë, domethënë, krahu mbas atij grushtit nuk është perandoria, është vendi ku jeton. Ai një konsull nuk mund të mbijetojë nëse nuk i përshtatet vendit, siç bëhet kuvendi, siç është ajo se harova tash, e kupton, kështu që kudo që ta sjellësh atë. Po ministrin që tentoi të modeloj provincën sipas imazhit të tij. Domethënë, kjo është tentativa që un kam vënë këto 10 vjet. Duke filluar nga Dajrat edhe duke vazhduar me tallavat e tjera. Po Shqipërinë unë e mbaj mend edhe para 10 apo 15 vitesh nuk ka qenë kaq Dajre dashse. Nuk e di, mbase ka qenë, nuk e kujtoj të tillë. Pra mendoj që ka pas dhe një lloj modelimi. Por dhe ky modelim ka ardhur si rezultat i largimit të disa personave që mund të ishin argjinatur dhe rezistencë, të përmendet ty këtu indirekt ose direkt. Kështu që megjithatë thash jam në një moment që politika e ditës nuk më ka shuru, sidomos këtë periudhën e fundit. Madje ka momente që kur reflektoj jo për këta konsullit dhe bejlerët apo quaj si dush feudalët e zonës, feudalucët apo, por edhe për këta klerët e mdhenjtë të gjës, nuk e di, mendoj që si duket nuk shkojnë shpesh në kështu ceremoni funebre këta, sepse them çfarë mund ta shtyjë një njeri që të jetë kaq i dëshiruar për të bërë kaq shumë çuditëra, kur në fund fare realisht ka një element që të çon të mendosh që mosha maksimale është 120 vjeç. Sikur ta mendosh që ajo është pikë jashtëzakonisht e duhur për t'u kapur, domethënë se unë mendoj që në përvojën e gjithë secilit kur merr pjesë në një nga ato funerale, domethënë e tjerë është nëse një njeri i shëndetshëm psikologjikisht, diçka duhet të ndryshojë në ty. Diçka duhet të ndryshojë se s'bën, sepse nëse ti je i njëjti përpara dhe pas një vdekje, domethënë, para apo pas një rasti morator, diçka nuk është në rregull me ty. Sepse unë të parën që edhe të vetmen që kam përjetuar në mënyrë direkte, domethënë me gjitha procedurat, edhe me njerëzit, edhe me ceremoninë me të tjerat, domethënë, ishte kur gjyshi im nga ana e babit u nda nga jeta, domethënë, se kjo është edhe gjëja e mirë që ndodh me njeriu, po në njëjtën kohë dhe perversiteti i njeriu që duhet ndodhet diçka e tillë, për shembull që ti të kuptosh disa gjëra që janë thjesht fundamentale. Si për të nisur nga ana ato që ne përmendëm pak më përpara që duhet të jetë dashur me njerëzit, si nga ana tjetër që çfarë të shtyn të bësh keq kur e di që do bësh shumë, por edhe nga ana e mirë dhe motivuese që shifet se do ikësh dikur, domethënë, çfarë do lësh mbrapa, e ke parasysh. Edhe kështu është njerëzimi që duhet ta djegësh dorën që ta kuptosh që zjarri është i nxehtë. Fiks, duhet bëj kështu me ekskursion her pas here, duhet të organizo ekskursione. Jo, realisht ta them, domethënë duket e habitshme, po realisht mendoj se sepse gjitha kam iden nuk është as nevojë për pasuri. Kur flasim për rangje të larta, kur flasim dhe për politikanët tanë, që në fundit thash, janë administrator, janë bejler të fshatit, asgjë më shumë, nuk kanë dorë, asnjë gjë të madhe. Domethënë kanë dorë vetëm që të tregojnë 100% karakterin e tyre.
dhe po ta vesh re e bëjnë, ëh, dhe kaq, sepse nuk është se kanë ndonjë autonomi. Don politikën e jashtme dhe politikën e mbrojtjes në asnjë as në vendin ku jeton ti nuk mund ta bëj vendi vetë sepse pas luftës së dytë botërore dim gjithë se si u nda Europa, marrëveshja e Jaltës e gjitha me radhë. Pas 90-s u rinda Europa dhe bota le të themi, sepse në 90-ën një nga dy superfuqi të ra, kështu që ishte dominim total i njërës nga të dyja. Sot po ka një tentativë në botë për një antagonizëm të dytë me një pol të dytë që po tenton të ridal, dhe mua më pëlqen në fakt kur ka, sepse them kur ke mundësi zgjedhje, mirë keq konkurenca përmirëson situatat, ëh. Aty duket që ka një rrëzim se perversiteti të çdo luftë për mendimin tim është fakti që edhe është vërtet perversitet, sepse në një mënyrë jashtëzakonisht shumë perverse, domethënë, ka diçka të mirë te lufta, sepse lufta nënkupton që ka akoma mosmarrëveshje, që ka akoma gjëra që një pal apo një pal tjetër nuk do merre mund tani se kam as kapacitetin të vendos kush e ka të drejtën dhe kush jo. Kjo nuk është temë. Ka njerëz që besojnë atë që duan, domethënë, dhe janë në gatishmëri të kryejnë akte të tilla, domethënë vrastare, makabre etj, domethënë. Pavarësisht se kjo është, shikoj, jam i bindur që kur ta dëgjoj njerëzit atë që po them, thonë ka ikur nga trut e kokës, ky nuk është në rregull. E kupton, po shiko. Është shumë e thjeshtë të besosh në diçka, por është shumë e vështirë të bësh diçka për ata që beson. Edhe është një histori si e puna e zjarrit, e kupton? Edhe kur ciladdo palë të jetë gabim, deri në momentin që do i digjet dora, nuk ka për ta kuptuar asnjëherë që është sakt apo është gabim. Fatkeqësisht kështu, ka humanitet. Lufta ka humanitet, ne jemi human, ne zihemi. Ajo është kulminantja. Fillon nga gjimnazi me ato zënka që thonë qa ke shikone, rrajmë njëri tjetrin, edhe përfundon tek lufta, domethënë. Kjo është manifestimi i humanitetit, në mënyrë shumë perverse është pjesa jonë, tani çfarë të bëjmë? Thash, gjithmonë kur ka më shumë se një ofertë, për mendimin tim ka vend për, domethënë njerëzimi ka njohur modele të ndryshme, qoftë modele ekonomike, siç mund të jetë kapitalizmi me komunizmin, qoftë në mënyra drejtimi politik, demokracia, autokracia etj. Mendoj që modelet alternative kanë gjithmonë diçka për të ofruar, sepse në çdo model ka një ideologji mbrapa dhe në çdo ideologji minimalisht 1x% e asaj total ideologjie është për të shpëtuar. Dhe mirë ato kohëra ose ato mote kur dominon një ideologji e vetme dhe vetëm një narrativ, sepse mendoj që njerëzit humbin atë tiparin e tyre më të bukur që është aftësia për të zgjedhur e para punës, sepse njeriu e ka po që të kesh aftësinë për të zgjedhur në fillim duhet të kesh aftësinë të mos biesh dakord me diçka. Po, pikërisht. Për të analizuar, për të bërë, po duhet të kesh alternativa, se ndryshe çfarë analizon. Kështu që dhe po ta vesh re këto narrativat kështu standarde që për shembull ti ke edicione lajmesh në mediat kryesore që si media më e rëndësishme e botës ose një ndër më të rëndësishme, si media e Shqipërisë apo një shteti Moldavisë, është po identik i njëjti lajm në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën pathos etj. Pra, është një narrativ e vetme, që mund të jetë dhe e drejta, dhe nuk e përjashtoj që të jetë dhe e drejta, por është një dhe e vetme, po ta vesh re media për fat që ekziston dhe webi dhe ka një dhe po ta vesh re webi ka shumë të këqija, interneti ka shumë të këqija, na ka dëmtuar në shumë aspekte, sidomos në perceptimin e kohës. Mendojmë se s'kemi kohë sepse merremi me këta duke scrolluar aty. Po në fakt kohë ka pafund, domethënë po mos e hedhim në plera. Por nga ana tjetër ka një mirë shumë të madhe, se ta dritare pafund, ti jep mundësi të njihesh me personazhe të jashtëzakonshëm, me ideologji të jashtëzakonshme, me persona të cilët e para tituj libresh nuk do i gjeje dot, nuk do i aksesoje, dhe e dyta nëse do i gjeje do të merrnin pafund kohë për të marrë
një përqindje shumë të vogël të asaj që përmes webit arrin ta marrësh. Thjesht duhet dish kërkosh. Webi është një gjë fantastike, por mund të jetë dhe një gjë dizastroze. Varet se çfarë kërkon, varet për çfarë është përgjon. Është një platformë që të jep mundësi. Ti mund të dëgjosh nga muzika më e bukur, më e shkruar ndonjëherë, që mund të futesh edhe nëpër biblioteka edhe nëpër fonde muzikore të pashtershme, që në kushtet e mungesës së webit nuk do i kishim dot kur, do mund të shkoje vetëm një herë në jetë në një simfoni që mund ta shikoje në një koncert të Vjena apo nuk e di se çfarë. Sot i ke të aksesueshme. Pra, nëse ti shkon kërkon këto gjëra, webi është i mrekulli. Nëse ti shkon është dilema e madhe, është dilema e madhe që thonë që në fakt interneti nuk është se ka prishur njerëzimin, thjesht kanë nxjerrë ato, kanë nxjerrë në pak natyrën e vërtet të individit. Domethënë, sepse nëse kjo është shembull perfekt që ti sapo dhe. Nëse ka njerëz domethënë që googlojnë Mozartin, googlojnë Beethovenin apo ku ti gjën, vërja emrin çfarë duash këto gjërat. Çfarë duash ti tekste. Nëse ka njerëz nga këto, kjo e shpjegon edhe faktin që ka njerëz që thjesht duan të ngrihen nervat. Ka njerëz që duan të futen e duan të shajnë njëri tjetrin, ka njerëz që duan të futen të nxjerrin mllefin e tyre, çka i ka ndodhur atyre domethënë, ta nxjerrin në mënyrë më të keqe. Ka njerëz që janë të varur nga pornografia, sepse ajo është ajo që është e vështirë se kjo addiction, domethënë, kjo ti jesh i varur nga diçka, domethënë, tani këto kohë të fundit po bëhemi edhe ne si perëndimi që po themi, po kur je i varur është e vështirë. Shiko, hapin e parë ti e ke bërë, nuk është se ta ka dhënë njëri shablon. Sa më përpara të kuptohet pjesa e varësisë, aq më afër është rrugdalja. Unë nuk po them që është e thjeshtë që mund ta bësh nga sot nesër. As pak, nuk ka asnjë gjë të thjeshtë. Dhe po të ishin gjitha gjërat të thjeshta, what the fuck, nuk shijon asnjë gjë. Po që normalisht duhet të kuptosh domethënë humanitetin tënd dhe dobësinë vete. Diçka që s'është krijuar nga sot nesër nuk mund të ikë nga sot nesër. Pra, siç ka dash kohën e vet për tu rrënjos, do doj kohën e vet për tu çrrënjos. Dhe madje, për absurd, por edhe për mrekulli që mendoj ai që na e ka dhënë këtë mrekulli, është që koha për të bërë detoksin e çfarëdo lloji vesja apo çfarëdo lloji shtrëmbërimi që karakteri jon prirë të përqafoj, i cili përqafohet shumë kollaj. Madje këtu ka një moment një im i cili praktikon fen islame, më ka treguar për një është një tip narrative e cila mundohet të japi në disa paragraf konceptin mes ferrit, parajsës dhe atitudit njerëzor për të qasur ndaj këtyre botëve. Dhe thuhet që kur u pyet një nga kryeëngjëjt që si është ferri, dhe kur ju tregua ishte një gjë e tmerrshme me zjarre, me nuk e di, gjithë llahtaret e imagjinueshme. Edhe kur ju i tha po parajsa një mrekulli, domethënë në imagjinatën tonë gjithë e kemi një vizion të kësaj gjëje mrekullisht të paspjegueshme. Edhe interpretimi aty për atyshëm ishte kush do futet në këtë tmerr dhe të gjithë do duan të shkojnë këtu, jo, ta prit, sepse ky ferr është i rrethuar me gjithë lezetet e kësaj bote, pra me qefet, me argëtimet, me nuk e di, çdo lloj epshi dhe çdo lloj pasioni që njeriu është mësuar të provojë dhe të kërkojë. Ndërkohë që kjo tjetra është rrethuar me vështirësi, me mund, me sakrifica, me hiqje dorë, edhe tha, mirë, s'ka ka qenë darë, domethënë që gjithë do duan të shkojnë ke kjo dhe jo ke kjo, sepse mund të ndodhi shumë natyrshëm që njeriu, pavarësisht se fundi mund të jetë relativisht i dëshirueshëm, kur ajo udha është e shtruar me kështu që prandaj them, nuk do një dhe ky është i festë për mendimin tim që e kam pas gjithmonë. Domethënë Zoti për mendimin tim është anti-instinkti. Domethënë instinkti na e ka dhënë vetë dhe na ka thënë që nëse do të bësh instinktin, je kafshë, vazhdo, nuk ka asgjë, unë ta kam thënë. Domethënë nuk ka asnjë problem, nuk të marrin natë për këtë gjë ndoshta. Por nëse nuk do të jesh
kjo kafsha që ndjek vetëm instinktin, po do të lartësohesh dhe do të bësh zot, sepse njeriu ka dy aspekte, ka aspektin hynor dhe aspektin kafshëror brenda vetes. Nëse do të bësh zot, atëherë mundohu që gjithë këto gjërat që unë ti kam dhënë dhe që ti kam bërë të lehta, ti frenosh. Ditën që ti frenon. Ishte kjo në qoftë do kishte kuptuar një pjesë e madhe sepse unë e vëre, domethënë që shiko këtu sakrifica lidhet gjithmonë me vuajtjen dhe vuajtja lidhet gjithmonë me diçka të keqe që duhet ta shmangim në çdo lloj mënyre që ka treguar njerëzimi, po edhe jeta e gjithë secilit që sakrifica dhe vuajtja edhe problematikat edhe çdo lloj gjë është rruga e dur sepse shiko gjëja që e vet një nga arsyet më të mëdha pse unë besoj në diçka të gjithësishme, domethënë dhe në diçka më të madhe se sa vetja është hedonizmi, që shumë njerëz e adhurojnë hedonizmin, që duan kënaqësinë për tani, që të jem unë dua të jem mirë tani se çfarë do të nesër, nesër është nesër, domethënë. Unë pikërisht për këtë arsye, domethënë kjo më jep besim në diçka tjetër, sepse mua kjo nuk më kënaq, kjo nuk është mjaftueshme. Kjo nuk është mjaftueshme për mua, domethënë që të mundohem të jem mirë, sa çka kuptimi ka, nuk ka asnjë kjo nuk sjell asnjë gjë. Pse të kënaqem unë vetëm me seks, alkool, drogra etj kur unë mund të arrij diçka që s'ka arritur asnjëri më përpara, ose minimumi asnjë ku dëgjoj në familjen apo në gjakun tim apo në qytetin tim apo në lagjen time apo etj. Pse të kënaqem unë me këto qefet që ti bukuri përshkrove më përpara, kur unë mund të bëj diçka tjetër, unë mund të shpik një kënaqësi tjetër, një kënaqësi që e ndan atë nga, po kjo miza, hajde, do na thosh ndonjë gjë. Hajde. Pse ta lësh me aq, e kupton? Transgresioni vërtet qëndron ke normaliteti, ëh, dhe kjo dihet. Pra, nëse që të thonë je në situatë që je në një marrëdhënie bashkëtorë, transgresioni vërtet, po që mendoj që është dhe kënaqësia më e madhe finale, është që ta kesh fillimin dhe mbarimin e jetës me atë grua, dhe kjo është dhe sfida më e madhe që presupozohet është normaliteti, ose me atë burr. Ndërkohë që po ta vesh gjithkush mendon që e interesuar për temën, shoh që ka është shumë interesuar, Don metafiziciteti është manifestuar tashmë. Edhe ka jo, disi është puna nëse ti arrin nëse ti arrin që të shohësh rezultatin e heqjes dorë nga 10 birra, kur ti arrin të shohësh qoftë edhe nuk e di peshën që nuk ka marrë për kot apo atë trupin që nuk është i rënduar, merri kënaqësinë ndoshta edhe më të madhe se vetë birra. Don këto janë format që domthon kur ti e pi, merr atë 3 sekondin e pirjes birrës. Nëse ti arrin të thosh stop, është do një sfidë që ka njeriu me veten. Arrit ta ndaloj veten, por kjo është kënaqësi e jashtëzakonshme po të mendosh. Pra, madje për të vënë është fuqi. Çdo gjë është fuqia. Kur fuqia më e madhe është të direktosh vetes, pastaj nëse direkton veten, kush e ka kontrollin? Pra kjo është pyetja, kush e ka kontrollin? E ka birra apo e ke ti? Ëh? Domethënë, nëse e ke objektive, sepse normalisht. Tes njëri dhe nuk është as mëkat, nuk hyn as ke gjunafet, ëh. Në vetë duke pirë birë jemi, nuk kemi gjë kundër atyre që pin birave, pin vetë zakonisht, po është tjetër gjë të soothing yourself edhe tjetër gjë të marrësh kënaqësi vetëm nga ajo. Pikërisht. Kjo është. Pra, nëse ti arrin të bësh këtë gjë, unë them se ke filluar një rrugtim, le të themi, interesant drejt self-improvement, domethënë kjo është. Në fund fare, domethënë sfidat më ndaj njeriu i ka me veten. Dhe sfidohet një student i cili do të marrë 10, ëh, kuptoni. Do një që merr 4 apo 5, mësuesi i thotë, "Ok, më thuaj ç'a di" edhe vështirësitë dhe le të themi ato problemet më ndaja i ka dikush që tenton ndoshta drejt një niveli më interesant të Unë këtë mendoj se ka diçka pozitive që ke na thosh ndonjë gjë tash.
Jo, s'na tha. Një nga gjërat pozitive të fesë për shembull që shikoj unë është shikoj, duhet jemi realist. Nëse ne themi që po i shpjegojmë çdo gjë, duhet të shpjegojmë dhe fenë. Edhe gjëja që shpjegon feja është, o plako, ti ke pasur psikolog falas ose deri diku falas atë kohë. Ke pasur njerëz që kupton që merresh me një komunitet të gjithë që mundonin domethënë të gjenin pikat e dobta të gjithë secilit, mundoheshin që njerëzit që i thoshte, siç është ajo që rezistojë mëkatit, psikologët tonë duhet ta mposhtësh vetveten, instinktin apo gjën tjetër terma shkencor që kanë. Është një gjë më zotërit, është një gjë. E ka ofruar në një edhe pse është akoma më e mirë se psikologjia, është për të vetmi fakt në mendimin tim gjithmonë, për të vetmi fakt sepse psikologjia thonë që do ta bësh ti që të jetosh ti, kurse feja bën në emër të diçka më të madhe, në emër të potencialit, jo ti si individ sa tani, por të potencialit të asaj që ti mund të bëhesh. Në emër të potencialit që ti ke, ti duhet të bësh këtë gjë në mënyrë që X, Y, Z. Po, është shumë e vërtetë, sepse e definove shumë saktë, sepse nëse do i qëndrosh logjika e psikologjisë sot që ti jesh mirë, bëj këtë, pra duhet vënë ty në qendër prapë të gjës dhe ti prapë në funksion të vetes tënde mundohesh heq dorë nga diçka për t'i dhënë diçka tjetër. Ndërkohë që kjo është të sublimosh, ndoshta edhe për llogari që mos jesh as ti subjekti direkt i interesuar, por edhe për një entitet më tjetër që në fund fare është maksimumi që mund të arrijë njeriu, pra të sakrifikojë vetë për diçka tjetër, që për më tepër është një entitet që nuk është as i vërtetuar, pra i lehet vetëm besimit, që është prapë një cilësi shumë e veçantë e njeriu kur fillon e potencion, sepse është pasi si moment obskurantizmi apo deficitar, po në fakt ka dhe një lloj nobiliteti të shpirtit njerëzor të arriti ti dedikohet diçkaje që nuk e prek dhe nuk e shef në daily basis, pra tregon që nuk është kaq pragmatist njeriu sa të shprirë ta bëjnë kaq derr me zile. Po është një krijesë që ditë bëj edhe nuk njeriu nuk është pragmatist fare, ma kjo është nga gënjeshtat më të mëdha. Është tentur ka individ që janë pragmatist. Edhe pragmatizmi nuk shpaloset në ndjenja që ti shpalos njëri tjetrit edhe nëse si e trajton ti veten tënde. Pragmatizmi shpaloset në punë, në profesion, në lidhje me njerëz, në të gjëra që janë trading, që janë blerje shitje, që ti përfiton diçka, përfiton një njohuri, përfiton këtu tregohet pragmatizmi. Pragmatizmi është, unë nuk e di nëse ka ndonjë rrugë që të tregosh pragmatizëm në veten tënde. Është e pamundur, si mund të tregosh pragmatizëm në veten tënde ti? Nëse e zëm se po tregosh pragmatizëm, pragmatizmi normalisht least resistance duhet të gjesh atë që është e mundura në të njëjtën kohë. Në qoftë se ne do përdorim pragmatizmin për veten tonë, ti nuk ka në mes fare, që është pjesa më e madhe. Do ishin gjithmonë ose të gjithë në ferr, ose të gjithë në parajs. E kupton? Sepse pragmatizmi aty të çon. Pragmatizmi do të thoshin, nëse ti je deri diku i mirë, domethënë pragmatizmi do të çonë që të bëhesh komplet i mirë, domethënë. Nëse ti je deri diku i keq, ke bërë një krim, ke vjedhur, nuk e di, ke bërë këtë. Pragmatizmi do të thonë që o vlla, unë e bëra një, pse mos t'ia fuz tash e kupton të bëjmë legjend, domethënë për të punë, edhe ky pragmatizmi është vrastar për njeriu. Nuk jetohet, me veten tënde nuk jetohet dot në mënyrë pragmatiste. Është vërtet. Dhe ka një komponent shumë interesant, sepse në thelb ka, dhe unë këtu mendoj se ka një spekullim që shpesh herë bëhet ajo provokacioni i famshëm që nëse ekziston diçka, pse të mirët vuajnë dhe të këqijt nuk vuajnë dhe një fëmijë i pafajshëm ndron jetë apo gjëra të natyre. Dhe mbase ke ky arsyetimi që ti e bëre mjaftueshëm saktë, qëndron dhe thelbi, sepse po të kishte pas edhe krim dhe ndëshkim, pra në kohë reale, ti bëje keq, do të vinte keqja, ti do prihesh të bëhesh direkt i mirë, se do thoje po këtu pastaj nuk do kishte zgjedhje, nuk do kishte free will. Bravo, nuk do kishte e thënë më thjesht për gjithë të tjerët, nuk do kishte humanizëm, nuk do kishte hapësirë më për të bërë gabime që do të mësoje. Pe pra? Është diktaturë. Pikërisht. Dhe kam idenë
diktator bota ka njohur, po mendoj se kam iden kush na ka kriju diktator shumë nuk është. Paktën duke parë se si sillet. Po jo pasi shumë njerëz e thonë që Zoti është diktator, po duhet të kuptojnë faktin për në qoftë se ti mendon se Zoti është diktator, atëherë Nëse ta kalon profet, bëj të keqë bambise për profet. Ajo do ishte diktatura. Ajo po, ore po themi për variablat hyrëse të ekuacionit, nëse do ishte diktator. Ore vëlla, pse ta ka dhënë aftësinë ta urresh, siç janë shumë ateist apo le të themi antiteist, që aktivisht e urrejnë diçka të tillë. Në qoftë se ai do ishte diktator, kush diktator do lejonte domethënë që të kishte ndjenjat të këqija për të? Po, kam iden po pyesësh Kim Jong-unin, nuk të ka shumë për zemrën nëse mendon keq për të. Me urdhë. Ai është një njerëz që është me syt nga qielli gjithkohë, se shef në raket që niset. Nuk ka bërë shumë përshtypje është personazh. E shoh gjithë fotot i ka kështu. Se shef gjithmonë ata bëjnë teste nukleare her pas here. Është ai po më mirë, ai ka dhënë çik hard one, gjithsesi ai është gjithkohës me mamën në ereksion, rreth vetes së vet, edhe vetmja gjë që ai mendon se mund t'ia vlej që ti hedhë një vështrim është diçka sipër vetes, po edhe jo ata. Ne marrësh. Mirë, interesante. Gota si, flasim për ereksionet e Kim Jong-unit. Se ku më shef nga qielli. Edhe më këto janë nga ato tripet kur je shumë i bërë pse shef Kim Jong-un nga qielli dhe. Bravo. Ato momentet kur biseda ka marrë një. Po kështu jemi të tillë. Shiko, është kjo lufta nga që ne nuk e gjejmë nga që nuk e gjejmë rrugën tonë, domethënë, edhe ne kanë vënë re që jo po pse do të jetë kjo, pse do të jetë ajo. Unë kam një dëgjuese që e përshëndes, ajo e di, domethënë pse normalisht nuk është publike dhe nuk mund t'ja përmend emrin. Para disa kohësh më ka bërë një pyetje në direct message në Instagram që si mendon ti Buçi që do ishte bota nëse feja nuk do ekzistonte. Edhe unë i përgjigjem që është ajo që besoj unë. Exactly the same. Është identike e njëjta gjë. Identike e njëjta gjë, sepse nëse nuk do ishte feja, do ishte diçka tjetër. Do të thonë, shiko, njerëzit janë të njëjtë mjaftueshëm dhe gjatë gjithë kohës janë aktivisht duke gjetur mënyra për të ndarë. Dhe në momentin që ata ndahen shumë që manifestohet nga lufta, aktivisht ndrohet, pastaj fillojnë gjejnë mënyra për të bashkuar pastaj. Edhe kjo është një yin yang gjatë gjithë kohës, domethënë fillon njëri gjën arsye për të bashkuar, kur bashkohesh shumë fillon ndahesh prapë. Unë ndave mjaftueshëm, prapë fillon të bashkohesh përsëri, është njëjta gjë. Edhe unë prandaj nuk e besoj që ekzistenca e fesë është surreale më plak. Nuk ka lidhje fare feja se gjë më. Duhet të më marrim përgjegjësinë si individ. Ne këtë lloj natyre kemi, ne kërkojmë diçka më të madhe se sa vetja. Pase disa nga këto Scientology që janë, domethënë mund të thoshim që ne thjesht kërkojmë të bëhemi zotit diku që mendja për x, y vite, ajo është dhe plani i Zotit, domethënë që ne ndarim një status të atill, domethënë të pastër, pa mëkate të ato angjullore, të gjitha që përshkruajnë. Edhe duke lidhur, si sa bukur lidhen gjërat. Duke lidhur me atë gjën që theti çfarë, domethënë që normalisht do ti provosh gjërat me kohën e nuk do të arrish çdo lloj gjë me 30 vite, nuk do kishte asnjë lloj kuptimi nëse ne do i kuptonim çdo lloj gjëje në momentin kur i duam ne. Unë dua ta kuptoj si ka lidhur bota. Who the fuck are you to? No, plako kush je ti? Pse do të kuptosh ti? Se është një gjë që lidhet me materien, me universin, domethënë që gjatë gjithë kohës mundon të shpjegojmë universin. Plako universiteti është aq universi është aq shumë gjigant. Nuk ka asnjë lloj detyrimi as shoqëror, as moral që ti ta kuptosh atë. Universi është më i madh, Zoti është më i madh se ti të kupton. Po normalisht nëse je më pak se sa universi apo natyra apo Zoti, nuk e për ta kuptuar asnjëherë në plotësi sepse ti nuk je në një kapacitet të kësaj primordial mind, që i thonë domethënë që mund të jetë çdo lloj gjëje e mundshme. Që fetarët thonë është Zoti, këta që përqafojnë pemë thonë është natyra. Në bërtham është njëjta gjë. Jo, e ke realizuar dhe pse nuk e kalu 30-ën dhe në rastin tënd do në kjo pjesa e moshës është duke ecë mirë.
Çfarë mund të them unë të paktën me sa kam kuptuar është që edhe në Shqipërinë tonë ka një tendencë që pastruesit pastruesi që punon në një institucion privat shtetëror në shtëpi kërkohet që të ketë një diplom, qoftë edhe ndoshta jo fakulteti, po gjimnazi, të paktën. Duhet me diplom. Pra, neve jemi mësuar që çdo profil, çdo profesion, çdo zanat të shoqërohet me një dije, mundësisht dhe me një dije të certifikuar, që mund të jetë diploma apo kurs apo. Ndërkohë që kur vjen puna, ke krijimi i kësaj gjëje të mërësisht të madhe, ti bërë një mini lapsus pak përpara se universiteti, që edhe universitetin vetë është një gjë shumë e madhe, mendoj universi. Pra për krijimin e kësaj gjëje të pafundme që është universi, neve pretendojmë që këtu nuk pas ka nevojë për një inteligjencë. Pra për të bërë çfarë do lloj zanati, për të bërë pastruesin, për të bërë kakamblesin apo nuk e di se çfarë tjetër mund të ketë të lavdërueshme në këtë spektër zanatesh, duhet një informacion, duhet një dije, duhet dish të bësh diçka. Ndërkohë që për të bërë këtë univers që është i përsosur, paktën për pjesën që ne shohim, që është bota jonë, me liqenet, me detet, me malet, pyjet, ekuilibrat dhe njeriu vetë, njeriu se unë mundohem të kuptoj, për shembull, janë disa reflekse njerëzore që u habita kur kuptova që ekzistonin të tilla, është një përsosmëri, është një gjë e frikshme në përsosmërinë e vet, mekanizmi se si funksionojmë edhe se si japin e marrin elemente të trupit me veten për të siguruar jetesën dhe mbijetesën. Pa llogarit thash këto elementet gjeografik si detet e ekuilibrat e gjitha me radhë, këto nuk kanë nevojë për inteligjencë. Këto shpërthen diçka, kalon koha dhe madje kam pas bësha ka me këta, thonë pse duhet një inxhinier për shembull ose një arkitekt për të mundsuar një godinë. Hidh një bombë aty dhe mas ca vitesh do fillojnë të ndrihen disa struktura, balkone, dhoma, do fillojnë të sistemohen. Duhet thjesht kohë, duhet i lësh thjesht kohë gjës edhe gjëja e gjen rrugën e saj, evoluon. Nuk ka nevojë për inxhinier, se edhe këtu shpërtheu dhe pastaj u gjet, nuk ka nevojë për inteligjencë pas, domethënë, kështu që çe duam këtë krijesë që quhet që nuk është krijesë, është diçka është hipokrizia e njerëzimit, domethënë. Po kjo është ta ezauroj, kjo shpjegohet me Nietzschen, shpjegohet me Nietzschen në mënyrë të përsosur. E kam secili mund të lexim në vetë Nietzsche, unë mund të jem nga më të paaftët për ta bërë, sepse nuk kam as profesionin dhe mendoj as inteligjencë. Unë mendoj të kundërtën. Por duhet qenë filozofia që lë një hapësirë për të dhënë një opinion, është një libër që quhet Gaia Scienza, në mrekullia, do në shkenca e gëzuar, shkenca e lumtur, teksti origjinal është gjermanisht, kështu që nuk e di titullin origjinal, duhet ta kesh më të qartë. Tek kapitulli paragrafi 125 është dhe shpjegimi i vrasjes së Zotit, pra dhe po ta vesh re, unë mendoj që Nietzsche aty ka shërbyer si le të themi public relation i një grupi të caktuar individësh që kanë tentuar këtë gjë për vitesh, për shekuj tashmë, dhe ai ka bërë ekspozencë se kush është qëllimi dhe ku po tentohet të shkojë dhe kush është objektivi. Dhe po ta lexosh rresht pas rreshti, është një workflow gati i përsosur se çfarë po ndodh. Po ndodh që Zoti u vra, po vritet ndërkohë, që edhe e vram ne. Po, që e vram ne, që brezat e arshëm do gjenden në një realitet pa Zot dhe do jenë në pikën më të lartë të evolucionit, pa pas fare këto andrallat që neve jemi akoma të dyzuar, dhe që lajmi akoma nuk ka arritur ke neve, dhe pse neve kemi bërë veprimin ndërkohë, lajmi do dojë kohën e vetë që veprimi të fillojë të përhapet. Neve kemi bërë ndërkohë aktin, por akoma nuk na ka ardhur lajmi që ky akt ka ndodhur. Dhe po ta vesh, ajo është një ekspoze mrekullueshme, gazetareske gati,
për treguar se çfarë ndodhi në vitet 1800 dhe kush është e ardhmja e 2000-shit, 2030-s apo edhe pas 2030-s. Duke nisur nga Nietzsche, shiko, kur ti thua që nuk je i aftë për ta interpretuar atë, unë mendoj të kundërtën, sepse e parafara unë mendoj se Nietzsche vetë ka qenë besimtar. Pavarësisht ka ndjekur fen apo se ka ndjekur fen është tjetër gjë. Që Nietzsche ka besuar diçka më të madhe, ka besuar sepse duhet të besosh në diçka që ta anonçosh si të vdekur apo sikur dikush e vrau. 1. E dyta, Nietzsche nuk ka shkruar për kolegët e vet. Nietzsche ka shkruar për ata njerëz që mendoj unë që janë të përfshirë në atë lloj bote dhe të kuptojnë se çfarë po i bëjnë vetes. Domethënë se është pikërisht ne po jetojmë sot e kësaj dite që është një inxhinier si puna ime ose Andi tani si jurist etj, që e lexon edhe kupton që dale vlla se ku ka atym do ket minimumi një thëngjell që është i ndezur akoma. Edhe normalisht këto gjëra në gjithësi, domethënë me gjithë veprën e Nietzsche së bashku, domethënë është thjesht një shaking, një tundje që çfarë po bëni valla? E ke parasysh çfarë po bëni sepse një gjë që juve ju mbante ose të paktën ose ju jepte atë mëshirën, ju po e vrisni edhe po jetoni, po e çoni botën në një ambient të pamëshirshëm, siç është kafsha, që ti e përmendë më përpara. Jeni të pamëshirshëm tash, se ju nuk keni asnjë gjë në të cilën ju besoni, nuk keni një kompas moral. Se kam bërë debate edhe më të gjerë me këto që thonë që jo, po kompasi moral do ishte krijuar mbas fesë. Jo. Ti e thua tani sepse e kishte feja që ta hodhi në letër edhe ta implementoi, e tani thua ti tani mbasi ja ke bër update-in dhe e ke sjell fenë vitin 2023 thua s'më duhet. Por e vërteta është që ajo është bërthama e çdo lloj gjëje. Pastaj për të kaluar edhe të tjera, domethënë, tek ajo që do të ndërpresja përpara. Ideja është se të gjithë hipokrizia më e madhe njerëzore që është në një mënyrë të keqe, domethënë dhe është gjë pozitive, se është mirë të jemi skeptik, por ideja është se në momentin që këta persona mendojnë, domethënë që nuk duhet inxhinier apo nuk duhet zoti, janë të njëjtit individ që mendojnë se çdo lloj gjëje i përket rastit. E ke parasysh? Por, në të njëjtën kohë, çdo lloj gjëje që vjen nga njerëzimi kërkon njerëz. Kurse çdo lloj gjëje që nuk vjen nga njerëzimi, nuk kërkon asnjë gjë. Ama sa hipokrit duhet të jesh, të mendosh që çdo lloj gjëje që ti bën, kjo cigaria, ky mikrofoni, tastiera, laptopi që ne po flasim te, kërkon minimumi njerëz. Përveç inteligjencës etj edhe ideve dhe muzave të ideve etj. Minimumi kërkon njerëz. Kurse diçka tjetër që është akoma më e madhe se sa ty, që ti akoma nuk e ke gjetur akoma se si ka ardhur deri aty, kjo gjëja nuk kërkon asnjë gjë. Kjo është cufal, kjo është thjesht një koincidencë, kjo plasë një atom atje domethënë dhe ndodh në kjo. Come on. Edhe janë po të njëjtët njerëz që pastruesit i kërkojnë masterin. Janë po të njëjtët, është e habitshme. Janë ky grup personash që mendojnë se universi bëhet vetë dhe kjo botë që jetojmë që e kemi dhier mjaftueshëm, po që është një mrekulli kur e shef në çdo mikro element të saj, duke përfshirë edhe trupat tanë, thash. Kjo bëhet vetë, kjo është rasti, është evolucion, domethënë thash, por pastruesi ama dojnë, me gjithë respektin për pastruesit, sepse unë njerëzit sa më punë të pa nderuame të kenë aq më shumë i kam për zemër. Nuk është ofensive për pastruesit kjo. Mendoj se shiko. Unë do kisha dëshirë domethënë që ta mbyllim të regjistrim këtu për t'i dhënë njerëzve një lloj le të themi
food for thought, një ushqim për trurin e tyre për të nisur edhe për të menduar se çfarë ne të dy do diskutojmë dhe episodin tjetër. Në fakt arsyeja kryesore për ata që kanë ndënjur deri në fund është sepse unë jam tej mase i lodhur edhe më duhet ta konkludoj ditën time me një darkë edhe me gjumë, domethënë. Por që vërtet domethënë u bë shumë qefi që ju hym kësaj teme kësaj radhe, ne duhet të flasim edhe një çik për herën tjetër që do jetë shumë afër, jemi e ke sigurt që do jetë shumë afër sepse më duhet mua inputi jot. Duhet të flasim një çik për aktualitetin, po që edhe kur të dalësh ti nga kjo vorbulla jote që je i mërzitur pak me aktualitetin, kur të futesh pak në karakterin e asaj çfarë ti bën më mirë, domethënë, kur të kaloj kjo periudhë ne do të diskutojmë përsëri. Deri atëherë duhet me patjetër të shkoni të ndiqni në linkun e keni në description tek podcasti e Andit, po besoni, është diçka që minimumi nuk do humni gjë. Me që po flisnin për minimume me maksimume në fund edhe për pragmatizëm, domethënë, kështu shprehet në mënyrën më, le të themi, ordinere të mundshme që në qoftë se ti dëgjon këtë podcast është pothuajse pa mundur të humbësh diçka nga jeta jote, kështu që çfarë mbetet nga ajo? Barazimi nuk është natyror, barazimi është diçka njerëzore, kështu që do fitoni automatikisht. Linku është poshtë. Ky podcast ka dalë normalisht minimumi 2 javë tash përpara se ta shihni ju, që ju mund të bëheni pjesë në Patreon për na mbështetur podcastin. Shife që bisede kemi me Andin dhe ca bisede të tjera do vinë më vonë fantastike që ne do i diskutojmë, do i zaurojmë dhe do i flasim sepse ne besojmë. Edhe ne besojmë që do të marrim përgjegjësinë personale, ne besojmë që do të ngrejmë ne ato fasët tonë të peshës për të bërë diçka. Kështu që na mbështesni në këtë lloj mënyre që edhe ne të kemi mundësinë që të zgjerohemi, të përmirësohemi si në teknikalitete, por mbase edhe në subjektivizëm për atë çka ne duam të ofrojmë. Kështu që na ndiqni kudo që të mundeni, edhe një herë ju them Patreon është aty, Spotify for subscriber është aty, Buy Me a Coffee është aty, Andin e keni në description, kështu që lere Love Island të Luana Vjolcës, edhe futu në botën e Buçi Podcast, edhe futu në botën e njerëzve të thjesht që duan të bëjnë diçka jo të thjesht. Lazhje. Jo. Ishte ezauruese. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi si gjithmonë. Dola nga aktualiteti sepse në një moment caktuar mu prishën ca ekuilibra dhe pastaj ti arrin të kuptosh që sa të vegjël janë këta njerëz që mundohet të fryhen në këtë ditën edhe në këtë drejtimin e vendit që as këtë nuk bëjnë sepse s'kan autonominë për ta bërë. Por janë shumë mjeran sepse mendoj që njerëzit duhet fillojnë të reflektojnë, tentojnë, është një shprehje shumë e bukur që thotë mundohu të bësh mirë, nëse s'bën mirë mos bëj asgjë. Pra ka nevojë që njerëzit fillojnë të thrasin një çik edhe anës tyre të mirë për me gjetë një lloj ekuilibri sepse kjo pjesë e këtejshme është shumë e vogël. Pa llogarit thash meskinitetin e ditës politike e gjitha më radhë. Megjithatë ato shoqëri që janë, edhe me kënaqësi do mund t'i flisim në ditët të vijim. Patjetër. Për ftesën edhe gjithë gjërat. Aty unë ta mbyll me fjalinë, nuk i mbaj më sa keq me memorie, nuk e mbaj më kur kam lexuar, dikur ka thënë know and understand your own mortality, sepse aty në çdo gjë që në shqip do të thohet që dije dhe kuptoje vdekshmërinë tënde. Edhe normalisht në qoftë se këto i arrin, atëherë kupton dhe çfarë është e rëndësishme për ty dhe çfarë do ti vërtet të lësh pas vetën tënde. Andi, ne këtë regjistrim e mbyllim tu, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Është një eksperiencë më vete. Edhe pse është era e dytë, më aman nga se edhe e treta dhe e katërta dhe e pesta kur të vinë, kur të jemi pjekur
Shalqiri do jenë po kaq interesante dhe po kaq të kënaqshme. Minimumi për mua. Që është më e rëndësishmja. Do ishe nderuar. Njerëz gjithë mirat. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.